Njerë Lasivitën të dilte në foltore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk del kur strategu i fushatës. Ky më duket se s'është strategu. Këtu është, po, ky del në krah të zotit Berisha ose të biles ndonjëherë ca e thonë Lasivita me zotin Berisha në krah. Kandidati për kryeminist. Po mirë, mos po kërkon ti marri kandidimin për kryeminist. Po të bëje pyetjen, ta hiqe atë, domethënë emrin e Sali Berishës, ta bëje si e konsideron veprimtarin politike të opozitës të udhëhequr nga strategu Lasivita, unë them që do ishte shumë më lartë, akoma. Tjetra, prap me Lasivitën. Lasivita para 3 ditësh, 4 ditësh, dhe këta ja bën gropën vetë, po flas me zhargon, dhe unë i kam paralajmëruar, duke kur e ngre shumë lartë stekën, atëre dhe rënia është e dhimbshme. Pse? Sepse gjithë enturazhi, Berisha prirë të së vërtetës është treguar më me këm në tokë, kur të vi Lasivita do sjell një gjë të madhe, do deklaroj e pam, dhe jo vetëm që nuk solli një gjë të madhe, po mbajti 30 sekonda fjalim, 12 vjeçarin që e dim të Sali Berishës, kodët. Dhe para 3-4 ditësh u pyet një pyetje e guximshme për atë gazetar. Atë moderator i tha, juve zotëri e di departamenti i shtetit për atë që jeni duke bërë këtu? Jo, tha, unë jam si njëri privat. Jam si privat. U distancua nga aureola që ishte krijuar që këtu po vjen një njeri Trumpit, një njeri i dërguar, të ndikoj për drejtëzirje. E tjerë. Dhe e gjitha kjo them që ka, sepse gjitha këto i ka marrë për sipër. Prandaj dhe do të shtoj dhe situatën, kjo është e fundit fare që është dhe TPS-ja, situatën në teren. Situatën në teren edhe TPS-ja dhe të PD-ja kanë nxjerrë thikat. Është një kaotike në kuptimin sepse gjithë që kanë ngelur, po TPD-ja është pak e ashpër, sepse gjithë që kanë ngelur në listat e hapura po garojnë me njëri tjetrin, po nga ana tjetër kanë ndërhyrje nga lart, nga leadershipi i lart që Aulon, po Auloni është në tjetër, Aulon parcelizimin, Aulon mos u ngatro ti këtu, mos hap zyrë atje, hap zyrë me tjetrin. Mirë, po ta nuk kanë shans tjetër ta çajnë atë listë, në qoftë se nuk e marrin në gjithë në gjithë puzzle-in. Kjo nuk është e vërtetë. Po si ose është e vërtetë, tani s'është e vërtetë. Po ndoshta s'është për ty, po është për informacionet që kam. Për Partinë Socialiste ka thënë vetë zoti Rama. Po mirë, s'është për pjesën tënde. Mirë, pra tani unë maj përgjegjësi publike për këtë që them. Po jo më dakord, po dhe unë pse unë çfarë përgjegjësitë e komshiu mbaj dhe unë publike. Edhe herë pra, unë jam kandidati, ti e ke më të thonë me. Unë po them, ne nuk na ka thonë askush që ti mos shko atje dhe nëse mu do më thonë unë do dal publikisht të them këtë. Dëgjoj një sekond. A punojnë të lirshëm në gjithë zonat? Po, unë po, personalisht. A ti po, dakord? Unë personalisht flas, nuk e di se çfarë ndodh. Partia Socialiste për shembull ka një mesazh që nuk duhet ta bëjnë. Për Partinë Demokratike kam informacion. Unë jam kudo, unë jam Durrës, jam domethënë Krujë, Fushkruj, gjithë netëm. Se kam problem fare. Me Kreshnikun tutë, po. Me Kreshnikun gati ndërkohë, po. Tani, Lasivita nuk është njeri i Trumpit, apo nuk ka bërë fushatën e Trumpit. Se duhet jemi pak korrekt me qytetarët që na ndjekin, besoj unë. Ka marrë $20 milion më. Është një nga njerëzit kryesor. Unë nuk e di se çfarë do thonë për shembull Partia Socialiste në rast se ky do bënte fushatën e Partisë Socialiste. Por këtu është njëri Trumpit ky apo jo? Me sa di unë, Partia Socialiste ka pas ftesë për me e marr. E mori Partia Socialiste, ka marrë sondazherin. Dhe do ta shikosh ti javës tjetër. Për me marr këtë strategu i Trumpit tek andej. Për me marr këtë, domethënë sondazheri Trumpit. Edhe do dal titulli. Dëgjoj, Aulon. Sondazheri Trumpit 2 pika, dëgjoj, do dal titulli, sondazheri Trumpit 2 pika, 50% Trump, 30%. E çfarë do thoni pastaj? Vetëm diçka, o Pol. E kanë marrë. Një sekond, jo, një sekond. E kanë marrë dhe ta shumë i mirë. E ka lutë Rama për me marrë dhe nuk ka pranuar. Ka lutë Rama. Kjo është e vërtetë. E them unë dhe do ta verifikoni këtë. E para, e dyta. Dhe ja mbushi mendjen Fatmiri që është më mirë Rama donte i foto me zëvendës presidentin Myni me JD Vance dhe nuk e bëri dot. Pra është totalisht i izoluar. Ky Berisha non grata nga ana tjetër, ky po del me këtë zotnin, me Lacivitan. Pra, ka i problem po çfarë vlerë ka? Çfarë vlerë ka? Është retorik shter po vëlla. Çfarë vlerë ka Lacivita me politikën amerikane në këtë vend? Kur ai ty ta thot trot që unë këtu jam privatist, kam ardhur të marr para. Ky nuk i ka bë fushatën Trumpit. Kam ardhur të bëj argatin dhe të marr paratë shqiptarëve. Argatin, okay, se kanë komentet e tuaja pas. Okej. Unë gjykoj se ky ka bërë fushatën Trumpit, nëse ky ka bërë fushatën Trumpit,
Dhe po ja bën dhe Saliut atëherë pas keni fituar, pse po punoni ju? Jo, më shumë keni të ka të fituar. Ato votojnë shqiptarët, s'ka lidhje, ne po themi. Po këtë pra thuj. Po këtë ta them unë, po unë se diskutojmë, jam naiv. Por ne s'mund